Mirëse erdhët. Sot do t'i hedhim një sy një prej ngjarjeve më të njohura në histori, por nga një kënd vështrim krejtësisht i ri, një kënd vështrim që ndoshta nuk e keni menduar kurrë, si një hetim i dështuar i burimeve njerëzore. Po flasim për gjyqin më të famshëm në histori. Por, për pak minuta, do ta zhveshim nga petkun fetar dhe do ta analizojmë thjesht si një studim rasti në psikologjinë organizative. Imagjinoni sikur kjo histori nuk është gjë tjetër veç se një krizë brenda një kompanie të madhe. Do të shohim se si dinamikat e pushtetit, frika dhe paragjykimet njerëzore çuan në një rezultat katastrofik. Dhe më e rëndësishmja, si këto dinamika përsëriten edhe sot. Pra, le të zhytemi në skenë. Jemi në Jeruzalem, një organizat e madhe ku tensioni po rritet dita ditës, dhe në qendër të këtij tensioni është një figurë vetme, një individ i quajtur Jezusi Nazaretit, i cili po sfidonte hapur mënyrën se si funksiononin gjërat. Dhe këtu hyn në lojë një mekanizëm psikologjik shumë i fuqishëm. Bordi drejtues i asaj kohe, Sinedri, tashmë e kishte krijuar idenë se ky njeri ishte një kërcënim. Pra, ata nuk po shihnin më realitetin objektiv. Çdo gjë që ai bënte e shihnin përmes këtij filtri. Ajo që është vërtet interesante këtu, është se ata nuk po kërkonin të vërtetën. Ata po kërkonin prova për të justifikuar frikën që tashmë e kishin. Çdo veprim i tim, sado pozitiv, interpretohej si një sulm ndaj pushtetit të tyre. Kjo është një recetë klasike për katastrofë në çdo organizat. Po kjo frikë arrin kulmin gjatë një mbledhje urgjente natën vonë. Frika se mos u mbisnin kontrollin dhe pushtetin i shtyn ata të marrin një vendim drastik, madje përpara se të fillonte çdo lloj procesi zyrtar. Dhe çfarë bëjnë ata? Përdorin një nga taktikat më të vjetra në librin e menaxhimit të krizave, gjejnë një kurban. Për të stabilizuar sistemin dhe për të qetësuar frikën e tyre, ata vendosin të sakrifikojnë një individ të vetëm, duke fajsuar atë për të gjithë problemin. Dhe ky citim e përmbledh në mënyrë perfekte logjikën e tyre. E kuptoni, vendimi ishte marrë tashmë, ekzekutimi ishte vendosur. Tani, gjithçka që u duhej ishte thjesht një fasadë, një shfaqje procesi për ta bërë atë të dukej legjitim. Dhe kështu kalojmë te vet hetimi, i cili nis me një arrestim gjatë natës. Vetëm ky fakt, në kontekstin e sotëm të burimeve njerëzore, do të ishte një shkelje e rëndë etike, sepse njerëzit janë më të pambrojtur dhe më të lehtë për tu manipuluar gjatë natës. Dhe çfarë ndodh gjatë seancës? Një rrëmujë totale. Provat thjesht nuk qëndronin, dëshmitarët jepnin rrëfime kontradiktore dhe i gjithë rasti filloi të shpërbëhej. Logjikisht këtu hetimi duhet ishte mbyllur. Por ja ku qëndron çështja thelbësore, përderisa udhëheqja e kishte paracaktuar rezultatin fajtor, cilësia e hetimit nuk ishte absolutisht asnjë rëndësi. I gjithë procesi ishte thjesht një teatr, një maskë për të mbuluar një vendim që ishte marrë shumë kohë më parë. Kur gjërat u ndërlikuan, rasti ju përshkallëzua menaxherit më të lartë, le të themi CEO-s së krizës, prefektit romak, Ponc Pilatit. Ai ishte autoriteti final. Dhe Pilati në fakt fillimisht filloi si një menaxher racional. Ai i analizon faktet, e merr në pyetje të akuzuarin dhe arrin në një konkluzion të qartë. Nuk ka asnjë bazë për ta dënuar. Por pikërisht këtu, ai përballet me një forcë ndoshta edhe më të fuqishme se faktet, presionin e turmës. Një turmë e nxitur dhe e manipuluar nga vetë ekipi drejtues që donte ta eliminonte problemin. Nga njëra anë ishte logjika, nga ana tjetër ishte zhurma e pandalshme e grupit. Dhe ky është momenti ku i gjithë sistemi shembet. Lideri i lartë, megjithse e di të vërtetën, megjithse analiza e tij thotë se po bëhet një padrejtësi, dorëzohet. Ai i nënshtrohet presionit të grupit, sepse frika nga trazirat dhe nga humbja e stabilitetit është më e madhe se angazhimi i tij ndaj së vërtetës. Ajo që pason është një nga aktet më ikonike të dështimit moral dhe të shmangjes së përgjegjësisë në gjithë historinë njerëzore. Pilati krye një veprim simbolik. Ai la duart para turmës, por ky nuk është thjesht një veprim fizik, është psikologji e pastër. Ai po përpiqet të distancohet moralisht nga vendimi i tij. Ai po ja kalon përgjegjësinë turmës, duke justifikuar para vetes se nuk ishte ai që e mori vendimin final. Kjo fjali është në thelb versioni antik i menaxherit modern që thotë, dëgjoj, nuk ishte vendimi im, duart i kisha të lidhura. Është justifikimi klasik për të mos marrë përgjegjësi për një vendim të gabuar. Pra, akti i fundit, kryqëzimi,
Në këtë analizë tonën, është thjesht ekzekutimi final i një procesi thellësisht të korruptuar. Një proces i cili që në fillim e trajtoi një qenie njerëzore jo si një person, por si një problem që duhet zgjidhur. Dhe e gjithë kjo bëhet e mundur nga një mekanizëm tjetër i rrezikshëm psikologjik, dehumanizimi. Në momentin që ti nuk e sheh më dikë që sfidon sistemin si një person me ide, por thjesht si një pengesë, atëherë çdo kufizim moral për ta dëmtuar atë shtuket. Tani, pse kjo histori e lashtë tingëllon kaq e njohur? Sepse këto mekanizma psikologjike janë të përjetshëm. Ato shfaqen çdo ditë në zyrat, kompanitë dhe institucionet tona, shkarkime të padrejta, hetime të manipuluara për të arritur një rezultat të paracaktuar, njerëz që bëhen kurban për të mbrojtur shefat dhe lider që lajnë duart kur duhet të marrin përgjegjësi. Në fund të ditës, ky studim rasti na kujton diçka shumë të rëndësishme. Proceset e gabuara nuk prodhojnë vetëm rezultate të këqija, ato janë pasqyrë tendencës son njerëzore për të zgjedhur rehati në vend të parimeve dhe për të vendosur pushtetin mbi njerëzit. Dhe kjo është një pyetje që ja vlen ta mbajmë në mendje.